Historikisht në vazhdimsi, xhamia ka qenë vend takimi njerëzve, ku njerëz janë taku, ku njerëz janë bashku, ku njerëz e kanë mësu atë që duhet. Xhamia ka qenë vend i inkurajimit, ka qenë gjithmonë vend i mësimit, i edukimit, i formimit të gjeneratave, ka qenë vend ku njerëzit kanë gjetë zgjidhje për problemet e tyre e kështu me radhë. Kjo ka qenë historikisht gjithmonë edhe në botë në përgjithësi në umetin musliman, po edhe në umetet e tjera më herët pejgamberit Allah te barekuhu teala, po edhe në aspektin ton kombëtar, në aspektin ton të kohës edhe të historisë tonë. Xhamit kanë luajtur rol të madh. Ju e dini të ndërkohë vëllezër, edhe pse tentohet të minimizohet fatkeqësisht roli i xhamisë në rezistencën ndaj okupatorit, mirë po faktet flasin komplet ndryshe. Xhamit shpeshher janë shndruar në shkolla ku kanë mësu fëmijët tanë këtu. Edhe pse janë rreziku besimtarët, megjithatë kanë qenë shkolla të hapura, kanë qenë xhamit e hapura si shkolla. Medreseja ka qenë gjithmonë vend i hapur ku janë mbajtur mbledhjet e ndryshme, domthonë të politikanëve të asaj kohe, ku janë marrë vendime serioze, ku janë diskutuar çështje madhore, pikërisht në medresen Alaudin. Madje në xhamit tona shpeshherë marrin mbledhjet e asaj natyre, nga se nuk kishin ku mu mbledh, xhamit ka qenë të hapura gjithmonë. Në xhamiat tona të ndërvozër janë mbledh donacione dhe fonde, edhe për të financuar dhe mbajtur ushtrinë tonë çlirimtare, por edhe për të kujdes për jetimët, për të vejat, për të varfrit e kështu me radhë. Sa njeri në xhami ka gjetë zgjidhje e janë pajtu njerëz në xhami, janë ullë tensione në xhami, janë ruajtur gjakrat në xhami e shumë të tjera. Prandaj xhamia ka rol të madh në jetën tonë dhe ka pas do të ketë në vazhdimsi. Kështu që çdo tendencë me e minimizu rolin e xhamisë apo rolin e Bashkisë Islame është tendencë keqadashëse. Është tendencë e rrezikshme që tregon për qëllimet e errta të atyre që e bëjnë këtë injorim dhe këtë mosmirnjohje. Të ndërrohet vëllezër, ne duhet më gëzu kur ndërtohen xhamiat, për shkak se po ndërtohet një vatër e re ku njerëzit kanë më u bashku, ku njerëzit kanë më mësu fenë e tyre, besimin e tyre, ku njerëzit kanë më dëgju fjalën e Zotit te barekuhu teala. E aty ku mësohet fjala Allahu xhallahu ala, çka ndodhet të ndërrohet vëllezër? Çka ndodhet? Njerëz që vinë në xhami, qysh realisht dalin prej xhamisë? Dalin të pasruar, dalin të formuar, dalin të inkurajuar për të punu, për të vazhdu tutje, dalin të frymzuar me durim që të qëndrojnë si duhet situatët ndryshme të krizave të kësaj dunjaje. Ne këtu në xhami mësojmë si me e dashur njëri tjetrin. Ne këtu në xhami mësojmë si me e ndihmu dhe përkrahë njëri tjetrin, apo? Ne këtu në xhami mësojmë çish me mbrojt vendin ton, çish me zhvillu vendin ton, me rujt atë dhëun ton, mësojmë çështën në xhami. Po që këtu mësojmë gjithmonë në xhami. Andaj ati që i pengojnë xhamiat, i pengojnë e këto mësime. Nga se xhamia realisht si mur s'ka çka me i pengu dikujt, mur është këtë tek e fundit, apo është objekt. Por atyre u pengon diçka për te kësaj, që xhamia të jenë bazë e ndërtimit të shoqërisë tonë, të jenë bazë e edukimit dhe formimit të brezave të ardhshëm. Prandaj ne si besimtar duhet të ruajmë xhamiat tona, të mbrojmë xhamiat tona dhe të ndërtojmë xhami, nga se realisht sado që na duket se ka xhami, prap e shumë se janë të pamjaftueshme. Shikoni kjo xhami kur është ndërtuar të ndërvozër. Në raport me xhamin e vjetër është gati sa 2 fishë asaj. Apo xhamia e vjetër kur ka qenë këtu, kjo xhami është gati sa 2 fishë asaj xhamie. Madje ndoshta edhe me shtesat e saj anekset poshtë në alt mund të tejkalon 2 fishën e xhamisë së kaluar. Dhe kur ndërtu kjo xhami, kemi pas shpresë e tash xhamatlit kanë pas një vend me të vërtet ku ju mjafton. Apo është se nuk po na mjafton. Njerëzit në këtë ftaf falen jashtë. Edhe në këtë acar falen jashtë njerëzit, që i bie se nuk po i përmbush kërkesat e besimtarëve të këtij vendi. Madje nëse shikojmë me standardet e perëndimit se në sa kokë banori duhet ta kenë një tempull që ata realisht e frekuentojnë për shkak të besimit të tyre, do të shohim se në Kosovë ka minimalisht xhamia. Jo shumë, as në përputhje me kërkesat,
e as në përputhje me standardet, domethënë e botës perëndimore që ne aspirojmë të bashkohemi asaj bote dhe të bashkangjitemi në rrugtimin tonë të integrimit të vetotjeshëm. Prandaj të ndërvëllazër, zëra që flasin kundër xhamisë, janë zëra që flasin realisht kundër të ardhmës tonë, kundër të kaluarës tonë, kundër rezistencës tonë, kundër mësimit tonë e kështu me radhë. Edhe nuk bën më radhë prej e fushatëve të tilla dashakeqe të ndërvëllazër. Ne duhet me i dash xhamia, duhet me i pastru xhamiat, duhet me ruaj xhamin dhe duhet këtë marrë me mësu. Me këndëshin një shkollë, ku këtu edukohemi, formohemi dhe marrim mësimet e duhura për gjitha aspektet e jetës tonë.